realitetit të pamohshëm që Shqipëria ka bërë hapa shumë të mëdhenj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Pritshmëria në Strasburg apo në Bruksel është që Shqipëria bashkë me Malin e Zi të jenë 2 antarët e rinj të Bashkimit Evropian brenda këtij mandati të Parlamentit Evropian. Tani shkojmë tek rezoluta. Sepse ka pasur shumë keq informime për shkak edhe të nderit dhe detyrës që kam që t'jem dhe kryetari i delegacionit shqiptar në Parlamentin Evropian, pra në kuadër të Komitetit Parlamentar të Stabilizimit Asociimit, të them që natyrshëm në fillim të procesit ka pasur një numër të konsiderueshëm amendamentesh në Komitetin e Politikës Jashtme AFET, 2 raporteri Shider dhe raporteri Hije në emër të Partive Popullore Europiane, Kovačev bën një punë shkëlqyer, arritën një dokument solid, ndaj të cilit ndodhen vetëm 3 ndryshime, pra nga 13 3 kaluan, sepse në njërin amendament votimi ishte fjali për fjali, dhe kjo ishte arsyeja pse u duk sigurisht më shumë amendamente, dhe erdhëm në atë votim. 2 ishin votimet më të rëndësishme. Ishte një votim mbi një amendament që nuk hezitoj të mos dal nga kuadri diplomatik për ta quajtur një amendament i turpshëm që etiketon me emër investitorët, pra u drejtohej miqve amerikanë të cilët duan të investojnë në Shqipëri dhe i cili u rrëzua me një shumicë dërmuese. Ishte dhe amendamenti i propozuar nga një grup deputetësh të formacionit të Gjelbrit, ndaj të cilëve votuesit pro rezolutus u ndanë në 2 grupe. Në njërin grup ishin të majtët, socialistët dhe demokratët, por dhe të Gjelbrit apo partit të majta, dhe në njërin grup ishte e djata që nuk e votuan amendamentin 17, respektohen me të drejtë edhe argumentet e tyre, sepse për shembull Partia Popullore Europiane apo të tjerët arsyetuan që natyrshëm zëri i protestuesve duhet dëgjohet, por kemi parasysh që duhet garantohet dhe fryma e mbështetjes së investimit. Pra nuk mund të jesh kundër investimit, kundër çdo lloj investimit të huaj, sepse duhet kuptojmë që investimet e huaja janë motori i zhvillimit ekonomik në çdo vend. Të para në këtë këndvështrim, unë mund të them që në amendamentin 17, dhe kjo besoj që do të jetë dhe sqaruese për gjithë, prandaj u bë dhe votimi me 3 pjesë, sepse u votua fjali për fjali, kishte disa qëndrime. Fjalia e tretë është fjali e gjithpranuar, për shkak se është në të njëjtën linjë me atë që ka thënë edhe qeveria shqiptare, kryeministri Rama. Pra, përpara se të shkojmë për projektin, duhet të bëjmë një studim të thelluar të ndikimit në mjedis, një proces që është ongoing. Pra, rezoluta, artikulli ose le të themi amendamenti 17 është në zbatim e sipër, sepse qeveria e ka thënë prej ditës parë kryeministri Rama, dhe po të merrni atë sqarim që bëri kryeministri Rama të dielën. Me amendamentin 17 janë të njëjtat fjali. Në moment të dytë do t'ua shpjegoj edhe pse. Në pjesën e parë ka një keq kuptim, i cili do të lindi keq kuptim, do mundohemi që pas 3 javësh përsëri në Strasburg, në Komitetin Parlamentar të Stabilizimit Asociimit ta sqarojmë. Nuk ekziston në Shqipëri një park kombëtar me emrin Vjosnart. Pra, tash është marrë nga Google Earth, por nuk ekziston sepse Google Earth i referohet, le të themi, një gjëje tjetër. Në Shqipëri ka Parku Vjosës, për cilën i kam garantuar dhe kolegët deputet të Gjelbër edhe të majtët, kam folur në grupin parlamentar të socialistëve dhe demokratëve, që Shqipëria është i vetmi vend në Europë që garanton që në 470 kilometra le të themi park kombëtar të Vjosës të mos ketë asnjë ndërtim. E shoh që Isai po kërkon Google Earthin, po unë nuk gaboj. Ta mbaroj, lutem. Ta mbaroj. Mund t'i referohen të gjitha ligjeve që kemi ne për paqet kombëtare. Ndërkohë, në art pishporo është diçka tjetër. Dhe për këtë u kërkua që jo të kundërshtohej, por të zëvendësohej realisht. Pjesa tjetër që lidhet me sqarimin ose le të themi diferencën që buron nga aki komuniter, nga angazhimet ndërkombëtare lidhur me çfarë quhet
zonë e mbrojtur. Pra, zonë e mbrojtur në Republikën e Shqipërisë, neni përkatës në ligjin 2017 apo në ligjin 2024 e garanton, por garanton gjithsesi që për zonat për nivelin e 5 që nuk janë zonat mbrojtura, po janë peizazhe të mbrojtura, të mund të kenë ndërtime turistike apo ndërtime të tilla të natyrës së infrastrukturës lëvizëse. E përpasoj, rasti Zvërnecit është rasti tipik jo në Shqipëri, por që në çdo vend të Europës mund të ndërtohen ndërtime me qëllime turistike. Dhe ky është fakti. Megjithatë, për shkuar ke amendamentit dhe për shkuar tek ajo që publikisht kryeministri Rama e ka thënë, është që ne jemi në situatën që nuk ka një leje ndërtimi për investimin e Power Holding dhe pa mbaruar procesi i vlerësimit të ndikimit mjedis, nuk do të ketë le të themi, nuk do të ketë një proces pajisje me leje. Që do të thotë që unë jam shumë krenar që ne kemi pasur një rezolut me një shumicë 74%. 3/4 e Parlamentit Evropian, një institucion i rëndësishëm me kompetenca të reja në kuptimin edhe të demokracisë direkte, sepse në fundit eurodeputetët janë ata që zgjidhen direkt. Kështu që kjo është e vërteta e gjithë diskutimit për rezolutën. Jemi të gatshëm kur të dojë opozita të bëjmë një diskutim për këtë çështje. Mendoj që në javën e ardhshme apo në javën pasardhëse ne do ta kemi diskutim, sepse është raporti i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. E përpasoj mund t'i bashkojmë së bashku edhe diskutimin për rezolutën, edhe raportin e Këshillit Kombëtar të Integrimit. Por në momentin që ti bën një kërkesë, vjen me kërkesën dhe thua, kërkoj informim të menjëhershëm të ministrit jashtëm, pra të përfaqësuesit të qeverisë. Kryeministri ka autorizuar ministrin e jashtëm, zotin Hoxha, për të bërë informimin lidhur me konferencën e 8 të 26 majit, konferenca e 8 ndërqeveritare, e cila përmbylli IBAR-in dhe sa diskutime kanë bërë me ju këtu, do miratohet IBAR-i, sa dyshime kishte Fiorella se nuk do miratohet IBAR-i. Por IBAR-i, dëgjoni, respekti im për secilin për ju është maksimal, sepse kjo është detyrë e gazetarit. Gjithmonë pyesni, mos ma merr për keq. Dhe IBAR-i u miratua. Dhe sërim pak amendamentin, zoti Ballat, lutem. Po. Ai ju ishit atje, nuk e qartësua dot me eurodeputetët përsa përket asaj pjesë për vendosjen një moratorium derisa ligji ndryshimit e ligjit 2024 të ligjit. Dua t'ju sqaroj një. Jo thjesht për ta shpjeguar. Unë ua shpjegova dhe por e ri përsëris. Kur shkohet në seancë në Parlamentin Evropian, ndoshta jam duke menduar, duhet ta kemi edhe ne këtu. Vjen një moment që nuk mund të riformulosh. Është o pro o kundër. Po të lutem se për këtë mos ma merrni, janë vitet e punës, jo se jam më i mençur se ti. Po vitet e punës më bëjnë të tillë, ne mund të bëjmë edhe një amendament oral në salë. Në atje nuk bën dot amendament oral. Është. Dhe këtu kishte një, dhe prandaj me të drejtë nga ana e raporterit Hije, u propozua që amendamenti 17 të votojë fjali për fjali me qëllimin që të saktësojë kjo gjëja. Ishte e pamundur. Dhe po ju them që kjo gjë është diçka, por ne më shtesim. Pra unë nuk po them që jam kundra. Unë po them që ajo që është pjesa dispozitivi i këtij amendamenti është fjalia 3. Pra dispozitivi në kuptimin e jurisprudencës gjyqësore. Pra të bëhet një studim i thelluar i ndikimit mjedis. Sa i përket monitorimit, në vlerësimin tim monitorimi nuk i referohet zonave të cilësuara peizazhi mbrojtur. I referohet zonave mbrojtura. Dhe tjetra është që këtej e tutje, pra jo atyre që janë proces. Megjithatë, për te i kësaj, sepse në fund fundit është rekomandim, pra nuk është binding, pra nuk është detyruese. Ju e dini që respekti ynë është maksimal ndaj Parlamentit Evropian. Edhe ato që s'janë detyruese po i marrim. Dhe prandaj po ju them që përpara se të miratohej ky amendament, ka qenë Edi Rama, kryeministri i këtij vendi, që ka thënë nuk do të ketë ndërtim aty pa vlerësimin e pasojave të ndikimit në mjedis. Ka qenë i qartë, e ka thënë që ditën e parë, e ka thënë që para 6 muajsh. Por tani keni parasysh jemi në një fushat ku e vërteta është shumë e vështirë të lexohet, gënjeshtra i vjen vërdall globit, por megjithatë Mark Twaini
e ka thënë shumë bukur atë që sa të shohet e vërtetat veshje pantallonat. Edhe dua të lidhem sërish me këtë amendament, duke referuar që në atë amendament. Nuk po e bin dot zoti Zyrej, po dua vetëm ta shpjegoj. Përmendën deri 27 që ka të bëjë me kapitullin e Shqipërisë dhe me rrugën e Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Falenderoj. Nëse ju nuk i sqaroni ata si thoni që janë të pasqaruar mirë, a mund të bllokohet Shqipëria për sa përket në rrugën e negociatorëve? Fiks, ke thënë atë që është edhe mesazhi i komisionit. Pra, komisionera Marta Kos ishte shumë e qartë në ato që tha. Ky është një element, ose ne themi kjo është pjesë e një kapitulli që është në proces. Kapitulli 27. Dhe zonja Kos i qetësoi të gjithë shpirtat e tazuar përveç në Tiranë. Lutem, përveç në Tiranë, sepse kush ka logjik duhet të trokiste zonja. Të vetmi që duhet trokitën në shumicë ishim ne dhe pastaj një pjesë e madhe që ju turrën është dhe një figurë që i bën biografinë të gjithë personazheve politike dhe filloi jo i vllai i zonjës këto historia komuniste. Zonja Kosta elementin thelbësor. Kapitulli 27 nuk mbyllet pa u sqaruar kjo gjë. Tani çfarë ka garanci më të madhe se sa kjo? Pra, ky është në atëherë le të presim gjithë qartësimet që do vinë. Nuk mbyllet kapitulli 27 pa këtë. Që në këtë moment mbyllet ky diskutim, sepse ju e dini gjithë që për të hyrë në Bashkimin Evropian ne do bëjmë gjithçka. Dhe antarësimi në Bashkimin Evropian vlen mbi gjithçka tjetër. Atëherë pala qeverisë, shumica qeverisë ka këtë angazhim. Për të hyrë në Bashkimin Evropian do kemi këtë. Bashkimi Evropian thotë bëni kujdes te kjo. Të dyja bashkohen dhe punojmë gjithë bashku për këtë. Dhe kështu punohet, sepse nuk mund të vijë dikush sot. Tani ndoshta t'ju bëj një le të themi këto ditë ma kujtoi një koleg eurodeputet gjerman. Kemi ja 40 vjet, fiks 40 vjet, bëhen vitin tjetër, apo tani janë bërë, që kur Strauss e vizitoi Shqipërinë. Dhe në atë kohë Strauss erdhi me një ide shumë të madhe. Kemi 40 vjet që qajmë që pse nuk e bëm ato që na tha Straussi. Tani që ne të bëjmë të njëjtin gabim me këtë investim tani dhe të qajmë pas 40 vjetë pse nuk e bëm, një gjë duhet jetë e qartë për gjithë. Që kemi humbur shumë mundësi të arta në të kaluarën tonë dhe kemi mësuar shumë nga gabimet. Edhe inati dhe urrëtia janë gjellë që hahen të ftohta, jo të nxehta. Dhe në këtë të nxehtë që shtohet me verën, njerëzit duhet kuptojnë që kjo shumicë është votuar në vitin 2025 me më shumë vota 856.177 vota. Son jam mirë me shifrat. Dhe kemi marrë këtë shumicë që Edi Rama, kryeministri i këtij vendi, të qeverisë vendin deri në momentin e procesit antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që është, le të themi, ai angazhimi ynë kryesor. Kështu që në këtë këndvështrim, çdo lloj forme proteste, e cila tani më nuk merret më me Zvërnecin, nuk merret më me zonën e mbrojtur Nart Pishporol, por dje pash, dhe këtu jo për subjektivitetin e faktit që janë para mikrofonëve dhe janë para disa djemve vajzave që i respektoj maksimalisht. Por këtu të guxosh, të thuash një fjalë që je kundër protestës, këtu librin e shtëpisë ta marrin para mrapa. Më thonë shumë miq, përse poston çdo ditë ose pse mbani qendrim çdo ditë për atë, duke pa se ke disa dhjetra qindra sharës pa pagesë në rrjetet sociale. Por të guxosh të sulmosh ata që janë pushteti 4, që janë i paanshëm, mediat, nuk po flas për gazetarë që janë identifikuar me këtë lëvizje politike të protestës. Sepse në farë mënyre kjo gjëja do të shojë në një lëvizje politike, është natyrshëm. Në të gjitha vendet që kanë ndodhur ngjarje të tilla, Rumania, Serbia, Bullgaria, në fund ka dalë një lëvizje politike. Dihet ajo është dialektike, por të shash gazetarët, të fyesh gazetarët dhe nuk e di kush e drejton Unionin, Unioni nuk është i juaj. Mendoj që le të themi gazetarët duhen respektuar për punën që bëjnë, rrinë me orë tëra, temperatura, pa fund e tjera. Faleminderit, flasim pak për politikë. Patjetër.
Po jo vetëm ti që se ka. Jo, vetëm edhe një pyetje dhe pastaj ideja është sot do votohet amnistia penale dhe kodi rrugor. Amnistia penale kërkon 84 vota. Nga përgjigjet që kemi bërë janë të paktën janë 3 mungesa që janë evidente. Se ti detyrën time bën? Jo, po them unë kam bërë vet, nuk po se detyrën tuaj. Don 84 vota, 80 mandate deputetësh keni në parlament. Plus 3 të partisë të ndoshës të cilët kanë qenë gjithmonë në krahun tuaj janë 83. Partia Demokratike tha që ne nuk e votojmë amnistin ditën e sotme. Ju po e shtyni që po prisni ndonjë. Është hera e parë në kaq vite që jam unë në kuvend që nuk votohet amnistia nga Partia Demokratike. Jo se kanë një qëndrim, mendoj që do të japim përgjigje për si votohet amnistia. Kam një dyshim se nuk e voton Saliu. Nuk ka fjalë, ne kemi shumicën e 3/5 në kuvend Fiorella. Po si keni sot? Ju lutem, nëse do rrini deri në fund do ja them arsyeën pse nuk e voton Saliu. Zoti Balla, tim pak te detyra juaj sekretari. Gjithmonë Saliu ka personale. Po e lëm zotin Berisha. Zoti Balla, me qef unë jam shumë korrekt me ju. Më the që opozita nuk e voton. Po nuk përmend ai, më thash opozita, janë të gjithë. Po të lutem tash. The që opozita, partia më e madhe e opozitës është Partia Demokratike. Unë e di pse nuk e voton Berisha. Edhe Berisha e di që unë e di. Ku do na tregosh dhe ne? Zoti Balla, bëjmë një pyetje për detyrën tuaj sekretar grupi me që Fiorella për pak ju ndërhyri. Për mandatet e logos së partisë. Ju jeni pasyra ku ne shihem një gjes drejt. Kisha me shaka se si kryetari i grupit parlamentar, për mandatet e marrën në logon e Partisë Socialiste, kërkoni ju llogari, mbani ju përgjegjësi apo bandat kriminale, duke qenë se një kolegja juaj ka denoncuar para 2 ditësh në Facebook se është kërcënuar. E para, kjo nuk është rasti i parë në politikë. Mbaj mend në vitin 2021, Gazmend Bardhi akuzonte Sali Berishën se ai bashkë me Flamur Nokën ishin takuar me bandat në Elbasan për të intimiduar votuesit apo antarët e Partisë Demokratike për të firmosur. Pra jemi në një situatë, ju lutem, jo, asnjëherë. Siç ka mbajtur qendrim, e para është që çdo person nga ne i cili mban mbi supe një nder të madh, ti je antar i Kuvendit të Shqipërisë, nuk besoj që për një njeri ka nder më të madh. Të lutem, ta mbaroj, po të lutem. Dhe në këtë këndvështrim është që kërcënimi është një vepër penale. Dhe mos kallëzimi një krimi është po ashtu vepër penale. Pra në rast se ka një maskara që guxon të kërcënojë një qytetar pavarësisht pozicionit që e ka, kërcënon një gazetar, ai është një vepër penale. Dhe ti je i detyruar sepse je para njohjes me një vepër penale, ti duhet shkosh më një herë në rajonin më të parë të policisë dhe thuash në telefonin tim, në telefonin e vllajt tim. Tani ju them të drejtën, të lutem. Këto ditë, këto lëvizjet neofashiste, jo protesta, po pjesë të caktuara, çojnë padyshim çdo ditë mesazhe kërcënuese. Do ju kështue, do ju ashtue, vinë keselia e partisë, do ju djegim, të lutem, po ta mbarojmë. Dhe për emrat, nëse edhe këtë si fakt, nuk kam njëri, po më kanë thënë që shumë, jam solidar me këdo që kërcënohet për shkak të funksionit që ka, por duhet ta fusim në hullin. Dhe mendoj që edhe sikur të mos jetë kështu, një hetim para prag duhet zhvilluar. Pra edhe sikur personi me vetë iniciativë ekziston dhe fillimi i hetimit me iniciativë. E nxis prokurin e Shkodrës në rastin fjalë, apo ta filloj një hetim të tillë. Sa i përket pjesës tjetër të pyetjes tuaj. Shko, unë jam bariu, në kuptimin në kryetari i grupit është bariu dhe të lutem, të mbaroj. Dhe më thoni që unë nuk kam një njoftim që një koleg para të më sjellë me shkrim ose një komunikim deri të premten kam pasur komunikim të ditët javën e kaluar sepse do ishim bashkë në një delegacion bashkë me kolege dhe megjithatë secili ka vendimarrjen e vet. Por të mos harrojmë që ne kemi mandate përfaqësuese,
unë e them shpesh, të gjithë ne, deputetët e Partisë Socialiste, jemi këtu sepse na kanë votuar votuesit e Partisë Socialiste. Dhe u them shpesh kolegëve më të rinj, edhe atyre që nuk janë deputet, por kanë një mandat përfaqësimi të Partisë Socialiste. Të shkojnë ta provojnë një herë pa Grushtin dhe Trëndafilin si dali. Ajo tha do vi në Tiranë me Kmes dhe me Kec edhe do i sfidojë. Flasim për personazhe të cilët një pjesë janë të arrestuar dhe një pjesë janë denoncuar dhe për krime zgjedhore. Nuk ju bën përshtypje zoti Balla? Kam pasur një mik kaubojsin që erdhi atëherë këtu dhe pastaj iku dhe kur doli vetë e provoi se sa vota mori. Kështu që për mua tash unë kam vite në këtë punë. Një pyetje tjetër. Duke parë 2 operacionet e fundit të prokurisë së posaçme, ku prej kohësh në raporte ndërkombëtare Shqipëria është konsideruar si një lavatriçe e pastrimit të lekëve të drogës. Ndërkohë, kryeministri gjitha këto pretendime dhe shkrimet mediatike i ka cilësuar si pallavra. Pas këtyre 2 operacioneve, ku të paktën 500 milionë euro janë sekuestruar dhe duket qartë infiltrimi i parave pista në sektorin e ndërtimit. Ju si mazhoran, zoti Balla, si ish ministri i Brendshëm, si kryetari i grupit parlamentar, a ndjeni ndonjë përgjegjësi për këtë situatë në këto vite? E para, të gjitha këto arritje të luftës kundër krimit të organizuar i kam paraqitur në Parlamentin Evropian si suksese të Shqipërisë. Dhe nëse ka një prej shumë arsyeve të vendimit me 74% Parlamentin Evropian, më shumë se çdo vend tjetër i rajonit në mbështetjet e Shqipërisë, është pikërisht këto rezultate. Por i dashur Klajdi, edhe kushdo tjetër, Shqipëria po e lufton krimin organizuar. Shqipëria nuk është siç thuati, që ka lavatriç. Shqipëria është vendi më i bukur në Europë. Të lutem ta mbaroj. Po të lutem. Shqipëria është vendi më i bukur në Europë. Shqiptarët janë njerëz shumë punëtor. Shumica e shqiptarëve punojnë dhe jetojnë me djersën e ballit. Maskarënj dhe drur të shtrëmbur ka në çdo komb. Sa histori të tilla referohen çdo ditë në Policinë e Shtetit, në Guardia di Finanza e Italisë. Çdo ditë. Lutem, ne kemi punuar të dy së bashku kur unë isha ministri i Brendshëm. Të lutem. Dhe për shkak të e ndjek çdo ditë raportimet që bën në faqen e tij Facebook ministri i Brendshëm Pjandedosi. Edhe po ta shikoni ndiqeni edhe ju, ke çdo ditë raportime të goditjes së ndërlidhjes mes sipërmarrës caktuar me le të themi edhe me fenomenet pasimikore. Por 1, 2, 3 ndërtues nuk mund bëjnë pjesë të gjithë ata ndërtues tjerë. Në Shqipëri ka burra e gra, kompani, njerëz të cilët e kanë nisur nga zero dhe punojnë me punë të ndershme. Nuk ka një ushtrim logjik. Lutem, nuk mund të lutem. Duke normale sepse kjo që po them është paralajmëruar për vite. Ajo Adam Smithi që është themeluesi i doktrinës të kapitalizmit, e ka thënë shumë qartë që çështja e çmimeve është paracaktim që vjen mes ekuacionit kërkesë-ofertë. Dhe sa kohë që ka një kërkesë në rritje për të blerë apartamente dhe ju harroni një element. Një prej arsyeve të rritjes çmimeve në Shqipëri është dhe fakti që shumë qytetarë të huaj po blen apartamente në Shqipëri. Dhe ky është i fakt. Por ndërkohë ju lutem, dhe ju keni një detyrë, domethënë heroike. Nuk duhet bërë pis Shqipëria, se t'ju them të drejtën jam ndier shumë i fyr, një koleg eurodeputet belg më vuri para do ja çoj një revistë belge, e cila në faqet parë flamurin ton kuqezi e kishte bërë shkapën ton e kishte bërë të bardhë për shkak të le të themi të një pislëku për të identifikuar shqiptarët me veprat kriminale. Tani në çdo komb Italia ka historinë e vet me grupet kriminale. Çdo vend ka historinë e vet, por në ka një vend
Dhe këtu Spaku meriton një duartrokitje, meriton një falënderim. Në ka një vend ku një kohë kaq shkurtër që nga ngritja e prokurisë posaçme në 2019, kur filloi mandati i parë. Spaku po. Të lutem. Ju ndjeni Po përgjegjësi. Spaku është pjesë e shtetit shqiptar tash. po ju- Spaku është i Shqipërisë, Shqipërisë, Spaku, periudhën 13 Spaku, po të lutem, sepse jo për kundër, jo unë nuk ndjej, jo unë nuk ndjej përgjegjësi, unë ndjej krenari, se po mos ishte Partia Socialiste nuk do ekzistonte Spaku. Nuk do ekzistonin. Edhe duhet ta dinë dhe gjithë qytetarët shqiptarë dinë se sikur këtu ke kjo godina këtu. Mos jetë Partia Socialiste shumicë, nesër shkojnë Spaku. Flasim pak për Partinë Socialiste. Po. Duhet të kuptojmë çfarë po ndodh me përsa këtë neomalsorës. A ka një përplasje të PS-s në Shkodër? A ju e keni bërë një analizë pse ajo ka marrë një vendim të tillë në mënyrë të papritur? O Fiorella, po pse me të vërtet mendon që unë do të bëj analizë që një deputete e re e cila pa qenë anëtare e Partisë Socialiste u ftua atje pjesë e ekipeve tona një ditë bukur, pasi u mori edhe medaljen e falënderimin 35 vjetorin e partisë, tha që unë s'du të vi më në punë. Çfarë analize do të bëjmë për këtë? E mirë, kam një pyetje tjetër që e pason. Edi Rama ka bërë gabim që i ka vendosur në lista të mbyllur apo në krye të listës disa njerëz pa angazhim apo pa Edi Rama ka shumë merita. Dhe një ndër meritat themelore të Edi Ramës, se tash këtu duhet i themi ca gjëra, është që i ka mbajtur dyert e Partisë Socialiste të hapura edhe për kontribute. I kam dëgjuar shumë edhe ndonjë koleg që thotë shiko se është bërë gabim që një ri që pa qenë antar i Partisë Socialiste vjen të bëhet deputet. Por mos harroni një element thelbësor. Ne kemi thënë prej vitit 2017, pasi i zbuam antarët e koalicionit të qeverisë në cilin bënin pjesë, ndërtuam një raport me qytetarë. Pra, ndërtuam një koalicion me qytetarë. Prej 2017-ës, ne nuk kemi bërë as aleancë, as forcë tjetër politike, por qeverisim vetëm. Kemi fituar vetëm dhe qeverisim vetëm. Dhe këtë aleancë e kemi lexuar edhe si një instrument ku ftohen të bëhen pjesë edhe ata që nuk janë pjesë të antarë të Partisë Socialiste. Kështu që ky është argumenti im. Pra, zonja në fjalë, çivën që sa qeshara. Ti je rregull atë. Hajde miga. Jo, po na filmon tu që ne ju keni po harxhoni kaq shumë kohë këtu dhe ai po pret atje që pret radhën. Urdhëro. Po. Tani më që ajo nuk ka bërë një shkresë zyrtare për të larguar, që thoni vetëm në rrjetet sociale ka bërë. Ju pse nuk merr një veprim për ta larguar nga grupi? Po prit po është vetë për ashtu, Jo, po duhet një veprim zyrtar. Para është, veprimi zyrtar është tani ju e dini që në rregulloren e kuvendit edhe në rregulloren e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, njerëzit duhet të njoftojnë zyrtarisht. Tani ku diun që si kanë vjedh Facebook-un zonjës këtu? Unë telefon nuk keni folur, s'keni arrit të komunikoj fare? T'ju them të drejtën, jo më të unë e kam marrë në telefon, nuk më ka hap. E kam marrë aty, kam para të lajë, kam marrë telefon, kaq. A ka njerëz të tjerë brenda grupit parlamentar që janë po kaq kritik sa tashmë është bërë ndaj qeverisjes, ndaj mazhorancës, sa ajo tha që mua ma kanë vjedhur mandatin deputetit për 10 muaj, tani do jetë i imi. Në faktin, jo vetëm për mandatin, jo faktin për atë. A ka deputetë të cilët janë kritik brenda grupit parlamentar? Për këtë nuk jap asnjë ka aq shumë gjëra për të folur. Tani sa i përket shpirtit. Kjo është e rëndësishme pasi kjo ska ndodhur në Partinë Socialiste prej vitesh, shpirtit duket një gjë e re. Gjë. E para është kritiku më i madh por problematikat tona të brendshme, të mënyrës qeverisjes, nëse doni, të arrogancës së drejtorëve, apo çdo pushtetar i tjetër Partisë Socialiste është Edi Rama. Nuk ke një kongres Partisë Socialiste në tonë nga 2013 në këte, që Edi Rama të mos jetë kritikuesi kryesor i këtyre fenomenave. Edhe unë kam bërë një gjë të tillë dhe shumë kolegë tjerë bëjnë një gjë të tillë. Sepse vetë kritika ose shpirti i vetë korrigjimit është një prej dimensioneve themelore në partinë tonë. Dhe arsyeja pse jemi sot partia më e madhe, edhe sot, edhe në sondazhin e këtyre ditëve, Partia Socialiste është me diferencë partia më e madhe në Shqipëri,
është pikërisht se shqiptarët e dinë A fare i merrni mirë. sërish 83 mandate me këtë sondazh? Në 2009 Jo, me këtë sondazh që keni bërë. Të fundit. ndoshta edhe pak më shumë. Sepse u thash aty e dëgjuat çfarë u thash në foltore dhe i dhimbti shumë Saliu. E dini çfarë thash? Ky moment ndodhi për shumë arsye. Por ka një fitore e ka arritur protesta. Dhe fitoria më e madhe që arriti protesta është që i mori sheshin Saliut. Ja mori sheshin Saliut sepse ishte një Sa turp. mori dhe Partia Socialiste, ju dini dot ju zoti Balla dhe kryeministri aty në shesh tani? Dëgjoj, mua më pëlqen shumë sepse në fakt mu mbyll një rubrikë dhe mu hap një tjetër në Facebook, se mu mbyll rubrika e kruzhve. Para ca ditësh të punon te kamera për krushit e tjerë. Jo, shiko, e para është ty të lejohet të bësh komente se thyen statutin. Por të lutem. Por Jam i lirë. çaj lirë. Nëse. Por e vërteta është që fitore ka arritur protesta. Edhe unë do ju ftoja ju t'ja bëni pyetjen Saliut, i thoni dëgjoj, zoti Balla të bëri një sfidë, të tha kur do dalish i xhiro Nuk nga e duan protesta. zotin Berlisha, as zotin Rama. Ju zoti Balla, po ju kur do dilni një xhiro shesh bashkë me kryeministrin të Unë jam kundër protestës. Ja, shko. Tash e para është unë jam kundër protestës sepse protesta ka humbur arsyen pse filloi. Pra, nëse mbani mend, në ditën e parë të Ju dytë, mendoni që protesta është vetëm për flamingot? shko, protesta lindi për një çështje. Ajo çështje ka rënë. Pra, sepse e para s'ka ndërtim aty, s'ka rrethim, s'ka asgjë. Nuk ka rënë. Ai që e terrorizvar është burg. Po pra, tani, si se janë dhe këto goca tu të bënd të temë dhe laftë shi. Unë po them që, se po na vjen gonshej. Jo, biza tash. Kështu që në këtë këndvështrim, mendoj që ne kemi të drejtë. Pra, ne jemi këtu, ky është pozicioni jonë. Pse them, sepse ju thoni që protesta nuk e do zotin Berisha, Edhe zotin Rama. Patjetër, zotin Rama, dhe ndërkohë punojësit e syrit me që jemi këtu, apo deputetet e Partisë Demokratike i ke te protesta. Janë dy gjëra që nuk Po shkojnë. ato ndoshta nuk Edhe Greta sa ka i çerekore, se vetëm ti ke fal. Urdhra. s'ka pyetje. S'kishe pyetje Greta. Zoti Balla, Po. ju pëlqen ose konfirmoni që ju bën pjesë të aleancës, sa ata thonë Rama Berisha janë bashkë, jeni në Si? aleancë. Protestuesit. Urdhër dhe herë. Protestuesit thonë që Rama Berisha janë bashkë. Ju pëlqen aleanca që ju kanë veshur aty? Tani u thash diçka sot aty në seancë, se thon protestuesit ton Berisha në burg. Patjetër. Po një Po prej si thua kërkesave. të dy? Një prej kërkesave. Dhe keni këtu, po nuk jam dakord pra, keni këtu një njeri që me firmë, jo si Nesli Angoni, po me firmë ka firmosur një kallëzim penal, kam firmosur disa pa, të jam korrekt, no? Po, ti e parasish aty. Unë në gjyq kam thënë i qëndroj kallëzimit tim. Për elementet të caktuara të dhëndrit Saliut, nuk mbaj mend se s'më intereson. Por unë i qëndroj atij kallëzimi. Dhe në bazë atij kallëzimi, Saliu ka qëndruar të paktën deri tani në arrest shtëpie një vit dhe është nën akuzë për korrupsion. E kam kallëzuar unë. Zotëri. Dhe kështu që në këtë këndvështrim, gjëja që më duket qesharake është një parti politike. Konsekuenca është një prej elementeve thelbësor të një partie politike. Kur një parti politike ditën e parë të protestës akuzon kundërshtarin pra qeverinë dhe i thotë që organizatori i protestave është Edi Rama. Ka thënë kështu apo jo? Kështu ka thënë në konferencë përshtypje. Në ditën e 5 thotë që një qendrim tjetër, në ditën e 15 del në kuvend, në foltorët e kuvendit dhe thotë vi këtu në emër protestuesve. Hey, falni. Po atë fëtshunat e ri dhe gocët e re e marrin e shoh nuk pelikanin Kaçurrel tu duket si flamingo? Ja. Ka dallim të madh mes pelikanit Kaçurrel dhe mes flamingove. Kështu që kjo është diferenca. Faleminderit. Are se len namë. Tu rrite u ashtu po ashtu.